Nancy Van Horn e ngarkuara me punë SBA-ve në Tiranë, duket se po I kushton vëmendje të veçantë agjendës parlamentare në prag të nisjes së sesionit të ri pas pushimeve të dimrit. Sesioni I Kuvendit do të nisë më 19 janar dhe Van Horn ka planifikuar një seri takimesh me drejtuesit e dy grupeve më të mëdha parlamentare, Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike, si edhe me kryeparlamentarin Niko Peleshi. Diplomatia amerikane u takua fillimisht me Taulan Ballën, kreun e grupit parlamentar socialist, dhe më pas 2 orë më vonë zhvilloi takime Gazmend Bardhin, kreun e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Takimet e Van Horn në Kuvend vijnë në një kohë kur opozita ka shprehur kritikat forta për mënyrën se si ka funksionuar parlamenti gjatë sesionit të parë. Sipas opozitës, mungesa e dialogut dhe pjesëmarrja e pamjaftueshme e deputetëve në mbledhjet e komisioneve parlamentare kanë kufizuar mundësinë e kontrollit dhe debatit, duke rritur tensionet politike. Për më tepër, Partia Demokratike dhe aleatët e saj kanë paralajmëruar nisjen e një vale protestash kundër qeverisë Rama, duke shtuar presionin mbi institucionet parlamentare. Brenda radhëve të opozitës ka pasur edhe zëra për kushtëzime të raporteve me Kuvendin, sidomos në përfaqësimin e tyre në komisione, ku disa deputet opozitar nuk kanë marrë pjesë në mbledhje, duke penguar procesin e miratimit dhe shqyrtimit të ligjeve. Kuvendi ka në fokus 2 reforma të rëndësishme, reformën zgjedhore dhe atë territoriale. Për to janë ngritur komisionet përkatëse, të cilat përfshin përfaqësues nga pozita dhe opozita, duke synuar një dialog të hapur parlamentar dhe një proces transparence në diskutimet dhe vendimarrjen. Roli I Van Horn duket të jetë monitorimi dhe nxitja e këtij dialogu, duke reflektuar interesin amerikan për stabilitetin dhe funksionimin e institucioneve demokratike në Shqipëri. Takimet e diplomatëve të huaj në këtë periudhë shpesh konsiderohen si një sinjal I rëndësishëm për politikanët shqiptar, pasi ato pasqyrojnë pritshmëritë dhe shqetësimet ndërkombëtare për integritetin dhe efikasitetin e parlamentit, sidomos kur vendi përballet me reforma strategjike dhe sfida të brendshme politike. Në këtë kontekst, prezenca e Nancy Van Horn dhe takimet e saj me krerët e grupeve parlamentare nuk janë thjesht ceremoniale, por pjesë e përpjekjeve për të nxitur një dialog konstruktiv dhe për të monitoruar zbatimin e reformave që mund të kenë ndikim të gjerë në stabilitetin dhe transparencën institucionale të vendit.